Videoja 1 minutë ku shfaqe El Seid Hysaj duke tërhequr me forcë nga stolia Armando Brojen, i mbytur në dëshpërim dhe lot, ndërsa skuadra po festonte arritjen më të madhe në histori, mori më shumë vëmendje dhe se sa edhe goli i fitores i shënuar nga Cristian Aslani. Në ato 60 sekonda pam një yll të rënë moralisht, për të mos thënë drejt fikjes. I ulur në stol dhe me lot në sy ai po tregonte pak kënaqësi dhe zhgënjim, sikur e gjithë bota i kishte bërë një padrejtësi as pak të merituar. Edhe më e koklavitur u duk situata kur në një video tjetër u pa që Broja kaloi pa i dhënë dorën presidentit të FSHF-s Armando Duka. Po çfarë po ndodh me atë që e kemi quajtur prej vitesh fenomenin e futbollit shqiptar? Përse edhe kur nuk e meriton të jetë titullar, ai reagon negativisht në momentin që trajneri e nxjerr nga loja dhe zvendçon me dikë tjetër? Përse tregon pak kënaqësi e mërzi kur në fakt ata që duhet të mërziten me të janë në radhë të parë vetë trajneri dhe më pas tifozët? Përsa ai është shndëruar në një djalë të përkëvelur që kërkon vëmendje edhe kur nuk e meriton të ketë vëmendje? Armando Broja është pas një dyshim futbollisti më i talentuar që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Me fizik të jashtëzakonshëm, tepër teknik, shumë i shpejt, me potencë në lojë dhe një shënues si ai, futbolli ynë as ka parë dhe nuk mund të parashikohet se kur mund të përsëritet një i tillë me cilësitë që ai disponon. Ai është njëkohësisht edhe futbollisti shqiptar që ka luajtur me klubin më të quotuar që ka luajtur ndonjëherë, si Chelsea. Të gjitha këto cilësi janë të shprehura jo nga një e dy, por nga shumë specialist, në Shqipëri po se po, por edhe në arenën ndërkombëtare. Por, karriera e tij tashmë në moshën 26 vjeçare duket se është në një moment delikat. Ky talent kaq i madh rrezikon që një ditë të shkatërrohet dhe të shndërrohet në një shpërdorim po aq të madh. Janë disa ndeshje me kombëtaren që Broja ka treguar që jo vetëm nuk është më ai futbollisti shpërthyes që zgjidhte ndeshjen i vetëm, por tashmë ai është ndërruar një problem për skuadrën. Lëviz ngadalë, gati ecën në fushë dhe nuk vrapon kur nuk e ka topin, nuk guxon të dribloj, nuk ka më atë intuitën e dikurshme dhe më e rëndësishmja fare, me ekipin modest të Burnleyt ku luan në Andhi, është ndëruar në një rezervë 10 minutëse dhe ka 2 vjet që nuk shënon gol. Duhet të themi edhe pse larg formës dhe pritshmërisë, trajneri Sylvinho e ka përfshirë titullar në formacion pa të drejtë. A e ka bërë këtë për t'i plotësuar atij një tek? Nuk besohet kjo. Më shumë besohet se trajneri kombëtares e ka bërë për t'i dhënë atij një mundësi të madhe në mënyrë që ai të ndihet përsëri i rëndësishëm si dikur, dhe nëpërmjet kombëtares të arrijë formën maksimale. Por megjithatë, është vënë re se sa herë që Sylvinho e ka nxjerrë nga fusha, Broja ka treguar mungesë respekti dhe ka bërë të pakënaqurin. E njëjtën gjë bëri edhe në ndeshjen e fundit me Andorën. Në fakt, problemet e Brojës nuk kanë shfaqur në ndeshjen e fundit, e paranisi 2 vjet më parë kur largimi nga përmbullimi me kombëtaren nxori në pas se talenti dhe karakteri i tij nuk janë në njëjta gjë. Largua dhe u tha se kishte dhimbje në gjunjën e operuar, ndërkohë që tek Chelsea nisi stërvitjen, që nuk bindi askënd që e dëgjoi, e jo më ata që din më shumë se sa spektatori. Ai nuk qëndroi me ekipin dhe nuk pa as ndeshjen me Çekin së paku në tribunë. E njëjtën gjë bëri edhe me Bullgarinë. Në këtë situatë, Sylvinho padyshimi është dashur të marrë një vendim jo të lehtë, por më e vështirë tashmë është vendimi që do marrë vetë Broja në të ardhmen për këto sjellje që po manifeston. Nganjëra ndodhet ky ekip që pa Brojen mund ta quajmë që nuk ka hyje. Por, ama e vërteta është se ky ekip ka një frym që e ka treguar se sa herë që veshin fanelën me logon FSHF, japin më shumë se talenti i tyre. 2 incidentet pas ndeshjes me Andorën tregojnë qartë se Sylvinho është përpara një dileme shumë të madhe. T'i japi një vend Armando Brojës në ekip dhe ta trojtojë të tillë se pa atë kombëtarja nuk do të ketë sukses, apo të sakrifikojë Armando Brojen dhe të shpëtojë grupin. Deri tani, ndryshe nga Eduardo Reja që e linte në stol, Sylvinho ka bërë të mesmen, e ka futur si titullar dhe e ka nxjerrë në pjesën e dytë. Megjithatë, Broja ka shpregur pak kënaqësi. Por si zgjidhet kjo situatë? Në dorë realisht e ka Broja, por ata që janë pranë tij duhet ta ndihmojnë. Si? Ta këshillojnë, ta ulin me këmbë në tokë, ti tregojnë se talenti i madh është i pamjaftueshëm për të bërë një futbollist i madh, se duhet të stërvitet dhe të jetë i përulur. Dhe dikush duhet guxojë t'i thotë hapur se nëse ai nuk do ta menaxhojë këtë situatë, rrezikon ta dëmtojë dhe të flak talentin e madh që ka. Historia e futbollit botror ka njohur disa shembuj të ngjashëm. Marrim vetëm 2. Bernd Schuster,
pa dyshim mbetet një nga futbollistët më të talentuar që kanë zgjedhur futbolli gjerman. Pjesë e Barcelonës dhe Realit të viteve 80 si mesfushar, ai nisi përplasjet me trajnerin dhe përballë kësaj arriti deri të refuzonte të ishte pjesë e kombëtares. Luajti vetëm 21 ndeshje me Gjermaninë dhe shënuai vetëm 4 gola, njërin prej tyre Shqipërisë në stadiumin Qemal Stafa. Kur ishte në kulmin e formës së tij, ai nuk mori pjesë në një grumbullim që përgjithsisht ishte për ndeshje ndaj Shqipërisë, shumë modeste në atë kohë, në Gjermani, me arsyen sepse ato ditë bëhej baba për herë të dytë. Pra nuk shkoi në grumbullim se priste bashkëshorten të lindte. Por Gjermania është Gjermania. Fakti që nuk paraqit në grumbullim u cilësua skandali më i madh në historinë e futbollit gjerman, dhe çështja mori për masat më dha. Trajneri legjendar Jupp Derval dhe Federata Gjermane nuk ju lutën dhe nuk u përulën ndaj talentit të atij që thirrej Engjëlli Bjond, duke dënuar publikisht veprimin. Konflikti arriti pikën më të rëndë, teksa në këtë debat Schuster njomthoi publikisht tërheqjen nga kombëtarja. Mendoni, ishte 24 vjeçar dhe luante me yjet e Barcelonës dhe Realit, por kjo nuk i emocionua as trajnerin as federatën. Gjermania luajti pak të talent të madh dhe megjithatë fitoi botrore dhe europiane. Ndërsa të gjithë futbollistët morën një mësim se mbi të gjitha është Gjermania, edhe sa një problem apo gëzim familjar. Shembulli i dytë është Mario Balotelli, që përfundoi si mos më keq. Një nga talentet më të mëdha në futbollin italian dhe botror. Futbollisti i Inter, Milan, Manchester City, ai ishte në kulmin e karrierës kur nisi problemet me trajnerët, menaxherët e deri me fandanët. Teka, sjellje të vrashta, as pak i lidhur me ekipin dhe për herë dëshironte vëmendje. Por një ditë të gjitha këto u shumëzuan me zero. Humbi formën sportive dhe nuk u thirr më me kombëtaren. Përfundimisht luajti vetëm 36 herë me Italinë dhe u katandis të luante në nivele të ulta. Askush sot nuk e kujton Balotellin për talentin, por për sjelljen e tij në fushë dhe tekat që shfaqte. Si Bernd Schuster dhe Mario Balotelli ishin shumë të talentuar, por as pak të disiplinuar. Askush nuk u apati fajtin. Ishin dhe mbetën vetëm ata fajtor. Nuk e teprojmë të themi se ka shumë gjasa që Armando Broja të përfundoj si Schuster apo Balotelli, por në të njëjtën kohë Armando Broja ka shumë mundësi që ai talentin e tij ta kthejë në vlerë për kombëtaren. Shqipëria ka nevojë për të, por edhe ai ka shumë nevojë për Shqipërinë. Ata që rinarthor duhet ta këshillojnë mirë dhe jo ta frynë si balon duke i thënë se është i madh. Shqipëria vërtet me Armando Brojën bëhet më e madhe, por futbolli është lojë që luhet me 11 vet në fushë. Vërtet, ai na ka dhënë 2 fitore me Hungarinë, një në Tiranë dhe një në Budapest, por ama ai nuk luajti tenis në atë ndeshje, po futboll. Sikur ekipi të ishte dobët dhe kishte pësuar 2, 3 apo 4 gola, ndeshja do dilte 1-4. Pra vlen Broja shumë, por më shumë vlen ekipi. Këtë duket se Sylvinho e ka bazë në punën e tij si trajner. Si të tillë, Broja duhet të gjejë zgjidhjen tek vetja. Shqipëria arriti suksesin më të madh me histori duke arritur në fazën play-off për të botror. 2 ndeshjet në muajin mars janë decisive për këtë objektiv. Me një Broja në formë dhe të përullur, besohet se ky synim arrihet. Me një Broja as pak në formë dhe për më tepër tekanjoz, ky synim edhe mund të arrihet, por duke patur frymën e grupit. Broja nuk mund të bëjë dot pa Shqipërinë, por Shqipëria bën edhe pa Brojën. Ajo që vlen të theksohet është se ai është në një moment delikat. Nga një talent i madh rrezikon të kthehet në një futbollist të vogël. Prandaj për të mos e humbur dikush ose disa duhet të merren seriozisht me të. Ndryshe të gjithë kemi ta humbim, por më shumë ai do humb veten. Prandaj, thirrja për talentin më të madh shqiptar të gjitha kohërve është: shpëtoni futbollistin Armando Broja.